duke parë edhe bazën ligjore me të cilin rrjedh të gjithë përcaktimet e personave pa dëshiruar për, si thua, konsideratat të Departamentit Amerikan të Shtetit Dashur Orland që mund të kenë kryer aktivitet korruptiv brenda vendit të tyre në dëm të interesave të atij vendi ose edhe aktivitet turbut financiar, siç ishte rasti në 13 prill i shefit të tanishëm të kabinetit të kryeministit hungarez Viktor Orban. Ky quhet Antal Rogan dhe më 13 prill doli në një deklaratë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ku tha që për interesat, pikërisht për të ndjekur si thua, dhe logjikën. Për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Para folsit për interesat e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, neve kemi hequr përcaktimin i padëshirueshëm. Dhe që nga i moment i heqjes, zoti Antal Rogan, shefi i gabinetit i kryeministrit hungarez, është i lirë të udhtojë sa herë të dëshirojë. I për rastin Berisha? Ne nuk e kemi këtë. Mos është herët? Edhe do të mos presim developing? Gjykoj se to raste, pra janë raste shumë unikale, 72 deri tash është numri i atyre personave që ndë ish presidentët. Po, ti i pari që ke publikuar dhe ke gjetur listën e gjithë non-gratave në gjithë botën. Po, në 5 vitet e fundit dhe arsyet. Në 5 vitet e fundit. Se janë përcaktuar. 25. Po, i kam ndjekur deri tash numri i tyre 72. 72. Një pjesë janë edhe me pjesëtarët e familjes. Po. 72 janë të përcaktuar. Të përcaktuar, non-grata nga Shteti Bashkuar të Amerikës në gjithë botën. Po, kuptohet që një nga këta është zoti Berisha. Po. Numri është akoma dhe më i madh se shumëzohet pastaj se për një pjesë e mirë është anëtarët e familjarëve. Po do vendimi janë 72. Të përcaktuar vendimi janë 72. Nga rajoni sa mund të jenë? Nga rajoni janë diku tek 21, janë shumë, sepse ke shumë Ne që kemi kështu rajon non-grata. Një shtati ka vetëm doktori, gjithë familja. Kemi jo shtat më, se katër pjesëtar ka. Kemi shumë nga Rumania, Bullgaria, ne dim nga Bosnia e Hercegovina sepse kemi rastin. Dhe edhe nga Maqedonia e Veriut. Kështu që nga rajoni kemi. Tani do kthehemi aty, të kërkoj shëndjes. Drejt për drejt, e besove lajmin apo jo? Jo, për 2 arsye të thjeshta. Së pari lajmi duhet ketë në radhë të parë konfirmim nga si thua sekretari i shtetit amerikan, nga departamenti, po i shtetit amerikan. Ndoshta edhe vetë Rubio mund të mos e realizojë, por duhet të dalin nga departamenti i shtetit. Vetëm me konfirmimin e departamentit të shtetit, ajo çështje është zyrtarizuar, heqja e statusit gjendjes së personit pa dëshiruar për të udhëtuar në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Kështu që pa e patur atë, kam të vështirë ta besoj. Fakti që ka ardhur nga një burim mediatik, sado i rëndësishëm dhe sado serioz nga Shtetet Bashkuar të Amerikës, ndoshta mund të japi idenë që si rast po konsiderohet, sepse ne e dim që edhe lobimi është bërë i fuqishëm gjatë kohëve të fundit, por pa dalë konfirmimi zyrtar nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, qoftë në personin e sekretarit të Shtetit, apo ndihmës sekretarit për punët e Evropës lindore dhe perëndimore, jugperëndimore, gjykoj se ende është herët për të thënë që kjo është diçka e vërtetë. Okej, unë kërkoj ndjes vetëm për ndërprerje publicitare. Falenderoj Institucionin Monetar Manigram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij në një njoftim shumë të rëndësishëm. Klientë dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryhen nga data 14 prill deri në 14 korrik, pra nga data 14 prill deri në 14 korrik me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest, do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shortimit që do të zhvillohet këtu në Edila Shqiptare në televizionin Klan me 20 korrik 2025. Pra me 20 korrik 2025 shorteu në TV Klan Edila Shqiptare. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë jeni pjesë në shorte. Për çdo transfert ju do të kualifikoni me njëherë si pjesëmarrës së shortem, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni si pjesëmarrës së shortem, i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Institucionit Monetar Manigram Akinvest për mbështetjen që bën emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Vazhdojmë bisedën në rrjedhë normale. Flokert, jo, kisha diçka për shtuar lidhje me atë që tha Fatosi. Në qoftë se
Përfshim Peka, kolegu ju një nderuar, do i kishte shkruar Yuri Kim, ish ambasadores SBA-ve në Tiranë. Po? Pyetjen që a mund të udhtoj doktor Berisha në SBA, përgjigja do ishte e njëjtë me këtë tweetin që kanë bërë sot këta. Do them, Flokër, ti për ta perifrazuar dhe Edi Ramën, tha me dash a kalon ti doktor Oqeanin? Sot këtë pyetje bëri në 2021. Po. Sot pastaj u shpall numri. Rama mund ta përsërisi këtë pyetje se ajo që më ka bërë përshtypje, me thënë drejtën Flokër, që Rama s'është marrë fare. Jo, s'është marrë, se ka artikuluar fare në fushat fjalën në ngrat. A di pse? Se informacione ka. Jo, për te informacioneve. Nuk është marrë as ne 2-3 që bredhim te kolegët që na ftojnë dhe flasim, sepse ne e kemi absorbuar idenë që prit për demokratët non grata ka rënë. Për demokratët. Pra, vërtet është non grata në SBA, por demokratët doktorin përpara Amerikës kanë zgjedhur doktorin. Është fakt. Këtu s'është fort e besueshme kjo, sepse është fakt. Rama që e masakron doktorin, jo Bufi, jo Kërneta etj dhe nuk i e dha non grata, e dha non grata të vetën. Non grata e dha të vetën 2023-shin, ata u përçan, janë bërë 7 parti, nuk ka më rëndësi fare. Po një gjë tjetër shumë e rëndësishme, që po të thoja, në qoftë se Peka, kolegu ju një nderuar, do pyeste Yuri Kimin, që i thot Kimete, nëse doktori mund të udhtoj, përgjigja do ishte e njëjtë. Po, në raste të jashtëzakonshme. Ja, kjo është Po, dhe ai zotria ka shpërndar edhe ndërkohë që hedh statusin X, shpërndan intervistën e Lasivitasit. Se me sa duket detyrimet Lasivitasit ja ka dhe Lasivitasi ja ka. Ti duke thënë që nga ato që bën pagesë Partia Demokratike ndaj Lasivitas, do të thonë aktivitetin e tij është edhe kjo? Po, më fal, në momentin që gazetari i medias në fjalë, agjencisë në fjalë, kur bën këtë statusin, shpërndan një intervistë të dhënë për Wall Street Junior të Lasivitas, çfarë nuk kupton ti? Është e gjitha pjesë e paketës. Nuk po i hysh shifrave të pagesës, mirë kanë bërë më, ore ka bërë shumë mirë ai. Ta thash që në fillim, për tagjin që i duhej tani 3 ditë para zgjedhjeve ka bërë gjën e duhur, por përgjigja në çdo rast, edhe sikur ta pyesim ne të tre Departamentin e Shtetit, a mundet përgjigja është standarde. Siç bëjnë ato deklaratën kujdes në protesta se mund të ketë rrëmuja, përgjigja për këtë rast është në raste të jashtëzakonshme po bëhen përjashtime. Tani është SBA-ja, kjo është pyetja. Në një moment të jashtëzakonshëm që të bëj përjashtimin që të marrë doktorin në Amerikë. Urojmë që po, më do hyjmë në histori si vendi që na e pat një herë nevojën SBA-ja që të shkojmë atje të japim mirë vendit. Fateve do arrijej, por kjo është sarkazëm thellë se fare pastaj.